Dihet se historinë e shkruajnë fitimtarët dhe ne marrin nëpërmjet arsimimit vetëm njërin variant të ngjarjes. Sot do të flasim për një konflikt që ndodhi midis engjëve të rënë. Kush ishin dhe çfarë shkaktoi konfliktin me racën e tyre? Konflikt ky që solli shkatrimin total të civilizimit të racës njerëzore që ekzistonte përpara përmbytjes së madhe. Ka tre interpretime të shkrimeve të lashta: ai fetar, ai agnostik dhe ateist, si dhe interpretimi i astronautëve të lashtë ortodoksorë. Dhe ne në këtë kanal merrem me këtë të fundit. Varianti zyrtar për engjëjt e rënë i njerëzve që nuk janë fetar është: engjëlli me emrin Lucifer, së bashku me një grup u rebelua kundër Zotit, ku ky i fundit është pozitivi dhe fitoi luftën kundër Luciferit, negativit. Po sigur kjo histori mos ketë bëj fare me realitetin dhe vetë të krishterët të kenë besuar deri në shekullin e 4 një histori tjetër apo variant tjetër që na vjen nga libri i Enohut, i cili është përjashtuar nga Bibla. Pavarësisht bindjeve fetare, po t'i pyesim njerëzit se si e mendojnë Luciferin, Satanajn apo djallin, do të kemi këtë përgjigje. Djalli, së bashku me engjëjt e rënë, i detyron njerëzit në mëkat. Ne kemi krijuar një perceptim të gabuar nëpërmjet Hollywoodit dhe të gjithë mediave në përgjithësi. Po sikur e gjithë kjo të qenë propagandë e ndyrë që filloi në mesjet për të trembur besimtarët dhe jo besimtarët me qëllim forcimin e radhëve të kishës. Banorët e mesjetës përgjithësi që të parsimuar dhe nuk dinin shkrim e këndim. Në qoftë se nuk ishte i bindur ndaj Krishtit katolike, të priste një ferë i zjarrt në të cilin ndodheshin qenie të tilla të tmerrshme. Paraqitja hollywoodiane e Satanait të mesjetës nuk ka asnjë lidhje me të vërtetën. Vetë fjala Soton vjen nga hebraishtja Satan, kurse në arabi quhet shajtan, që do të thotë kundërshtar ose paditës. Si është pamja e vërtetë e komandantit të engjëve të rënë? Në këtë mozaik ndodhet një engjëll i rënë. Mozaiku daton në shekullin e 6 dhe ndodhet në bazilikën e Apolinarit të shenjtë në Ravena. Në të ndodhen tre figura mjaft të njohura, dhe një prej tyre është Satanaj apo djalli. Tek gjyqi i fundit, me ngjyra të purpurta, gjendet Jezu Krishti, i cili simbolikisht ndan shpirtrat e të shpëtuarve nga ato të të mallkuarve. Boja e kuqe në mesjet simbolizonte zjarrin e ferrit dhe shpesh djalli simbolizoi me ngjyrën e kuqe. Në të majt ndodhet Arhangjeli Mihail, komandanti i ushtrisë qiellore, dhe djathës me ngjyrë blu ndodhet Satanaj, sepse me atë ngjyrë në mesjet simbolizoheshin engjëjt e rënë. Ngjitur ndodhet simboli i delës, që është i barabartë me shpirtin e shpëtuar, kurse djathas ndodhen dhitë, që simbolizojnë shpirtrat e mallkuar. Prandaj, që në atë kohë deri në ditët e sotme, Satanaj paraqitet si përbindësh me kokë dhije. Në mozaik ky engjëll nuk është përbindësh, por me një aureol paraqitet si Mihaili. Aureola në atë kohë nuk simbolizonte shenjtëri apo fuqi, por teknologji. Pas krijimit të racës tonë, ne kemi jetuar për qindra mijëra vjet së bashku me këto qenie. Njeriu që është shërbëtor dhe as i shkonte në mendje që të merrte dije nga këto qenie. Kush ishin ata që filluan të japin dije racës njerëzore? Libri i Enohut, në dallim nga Bibla, flet me emra për këto qenie. Nuk ekzistoi Satanaj, por 200 engjëj të rënë me krye Mihaili. Pastaj kemi Azazel, Arakios, Arakel, Armaros, Kadrel. Është pikërisht ky i fundit që i ofroi Evës dije të ndaluara. I mësoi njerëzve art, kozmetik, si dhe prodhim armësh. Arakeli i mësoi njerëzve të lexojnë shenjat toksore. Armaras i mësoi njerëzve magjin. Azazeli i mësoi të prodhonin thika, shpata dhe mburoja. Barakeli astronomin. Kazakeli meteorologjin dhe leximin e shenjave të kohës. Penemoje i mësoi lapsin dhe letra, duke i dhënë shumë urtësi. Sarieli mësoi ciklet e hënës dhe lëvizjet e trupave qiellor. Samjaza i mësoi ushtrinë. Libri thot se një nga udhëheqësit ushtarak i quajtur Kokabel kishte një ushtri prej 365.000 shpirtrash. Shansiel, që nën komandanti Urieli, dhe kishte një ushtri prej 365 legionesh. Tek libri i dytë thuhet edhe numri sakt,
200.000 ushtarë. Ndërkohë Bibla na thot se ka vetëm një udhëheqës me emrin Lucifer, i cili udhëhoqi ushtrinë e kryengritësve. Këtë besojmë. Pra 200 engjëj që në ata që udhëhiqin ushtrinë dhe jo Luciferi vetëm, është pikërisht ky grupim engjësh që solli dije dhe ngriti civilizimin njerëzor, duke sjellë barazimin me vetë krijuesin dhe duke krijuar kështu një problem të madh. Dhe pika e fundit e ujit që solli derdhjen e gotës, që shumimi i femrës toksore me engjëjt e rënë, duke sjellë në dritë fëmijë të quajtur në atë kohë nefili. Kjo ishte arsye kryesore që ai u zbuar nga Zoti, dhe që në këtë moment morën emërtimin engjëjt e rënë, dhe që në numër qenë 1/3 ushtrisë sjellore. Janë pikërisht ata engjëj që në mesjet quhen demon, dhe që trembin dhe sot e kësaj dite shumë njerëz. Konflikti që lindi më vonë u quhet konflikti midis së mirës dhe së keqes, dhe është përshkruar nga të gjithë kulturat botërore, nga mitet dhe nga legjenda. Duke parë me këtë vështrimin e sotëm, kjo luftë nuk shfaqet më si mite apo legjenda, por ka ndodhur fiks siç e paraqet Hollywoodi. Si do t'i përshkruajnë njerëzit e asaj kohe këto konflikte, kur nuk njihnin armatimet dhe qielljet që merrin pjesë në to? Ndoshta një përshkrim i saktë na vjen nga tekstet e vjetra hindu, të quajtur Brahmastra, ku flitet fiks për bombën atomike. Brahmashira astra, që një armë 4 herë më e fuqishme se Brahmastra, e aftë të shkatërrojë gjithë botën. Vajaruda, një armë energjetike kjo mjaft e fuqishme, që duket si rufeja Najaranastra, e aftë të lëshojë mira raketa në të gjitha drejtimet. Ka dhe shumë armë dhe anije të tjera, të cilat përshkruhen në tekstet e vjetra indiane. Mos ndoshta këto tekstet e vjetra indiane flasin për të njëjtin histori, atë të Sumerëve dhe të Enohut, e njëjta histori kjo e parë nga njerëz të ndryshëm në vende të ndryshme. Engjëjt e rënë e humbën luftën, dhe civilizime si Atlantida apo Lemuria u zhdukën plotësisht. Pas përmbytjes madhe, shumë pak vetë shpëtuan dhe u kthyen në të sklever, siç e shkruan Enoku në Udhëtimin qiellor. U futën nën tokë apo u ngjitën lart. Nën tokë u futën tek bota e nëndeshme e të vdekurve dhe të mallkuarve, ku jetojnë demonët sipas Biblës. Sigur tani fillojnë nga pak të kuptojnë se përse ky libër u hoq nga Bibla. Sipas saj, njeriu pa moral dhe i pabindur, ashtu si engjëjt kryengritës, është fajtor për apokalipsi. Dihet saktë se kush janë pozitivët dhe negativët. Libri i Enohut është prezent dhe është diametralisht i kundërt me Biblën. Negativët janë ata që ndihmuan racën tonë njerëzore në zhvillimin e saj, dhe pozitivët, sipas Biblës, janë ata që fituan dhe na lanë pas versionin e tyre të historisë. Engjëjt e rënë bën diçka që nuk i lejohet ta bëni, sepse sipas shkrimeve sumeriane, njeriu i parë u prodhua për shërbyer si skllav, si fuqi punëtore, qenie të ulta që nuk mund të barazoheshin me Zotin e tyre. Me kalimin e 10 mijëra vjetësh, disa zota filluan të simpatizonin njerëzit, duke i dhënë atyre dije të shumta, duke i bërë ata po të fuqishëm sa krijuesi, dhe kjo që e thjesht e patolerueshme. Sipas Enohut, engjëjt e rënë kanë luajtur me këto tema dhe të mbijetuarit nga përmbytja e madhe vazhduan të luajnë me zjarrin. Para qindra mijëra vjetësh jetonim në shpella, kurse sot shkojmë me lëvizjet e trupave qiellor. Duket se ai grupim qenies që mbetën gjallë para përmbytjes së madhe, vazhduan të punojnë në hije po njësoj. Sot zhvillimi i teknologjisë dhe i armatimeve ka arritur nivele të civilizimit të lashta dhe do të arrijmë në një pikë ku do të barazohemi me zotat e lashtë. Thuhet se historia përsëritet dhe në një ditë ne do të shohim se kush do të jetë fitimtari që do të shkruajë historinë. Çfarë thot libri i dytë, të cilin shumë e shikojnë si libri i tokës së sheshtë? Teori kjo që ju do të vendosni vetë në vazhdim. Kjo ndodhi kur Enoku mbushi 365 vjeç dhe qenjet e larta e morën për t'i treguar strukturën e botës. Enoku i thot bijve të tij: engjëjt më morën në krah deri në qiellin e parë mbi re, dhe aty pash Eterin. Mu tregua një det i pamadh, më i madh se të gjithë detet toksor. Shumë interesant fakt që flitet në atë kohë për Eterin me të cilin punonte Tesla, dhe që establishmenti e përjashtoi edhe si fjalë nga të gjithë tekstet shkencore dhe bibliotekat mbarëbotërore, me vendimin e Kongresit që u mbajt në Pasadena në 1129.
Vetëm 1996 nuk pranua nga ushtria amerikane se eteri ekziston, dhe Tesla kishte të drejtë. Në të lëvizin të gjithë sinjalet elektromagnetik si dhe drita, përsa i përket ujrave që pa Enoku. Ata mendojnë se toka është e sheshtë, besojnë se ajo nuk noton në hapësirë, dhe Antarktida është një zonë neutrale me akull që ndan botën tonë nga botë të tjera. Pra, Enoku, duke parë nga lart, mund të ketë parë oqeane të mëdhenj përtej murit të akull që ndan tokën nga botët e tjera. Dhe çuditërisht, vetëm ky model i paraqitjes tokut mund të shpjegojë ditën 24 orëshe në Antarktidë. Pas kësaj, Enoku shkoi në qiellin e dytë. Ata më morën dhe më quan në qiellin e dytë dhe më treguan errësirën që ke më e madhe se ajo toksore. Aty pash të burgosur që shikojnë dhe presin gjykimin e tyre. Engjëjt përreth qenë të zinj, më të zinj se errësira e tokës dhe qanin pa pushim. Tek qielli i tretë, Enoku përshkruan fiks atë që ne e quajmë parajs dhe e quan në pjesën veriore për të pasur se çfarë paguajnë mëkatarët. Në qiellin e katërt, Enoku pa funksionimin e diellit dhe të hënës. Më quan në qiellin e katërt dhe më treguan se si lëvizin gjithë rrezet e diellit dhe të hënës, dhe parë se drita e diellit që është shumë më e fortë se drita e hënës. Rrathet që lëvizin veprojnë si erë me shpejtësi të çuditshme pa pushim, ditë dhe natë. Lëvizja e diellit dhe hënës është e lidhur me 4 yje të mëdhenj, dhe çdo yll ka me vete 1000 të tjerë në të majtën e të djallë të lëvizjes diellit. Në total ka 8000 yje. Sot, syri i njeriut mund të numërojë rreth 9000 yje në hemisferën veriore dhe natyrshëm lind pyetje: i lexoi vetë Enoku këto yje apo dikush që e dinte se sa kishte ja dha këtë informacion? Natyrisht pas 1000 vjetësh mund të jenë shtuar edhe 1000 yje të tjerë. Përsa i përket dritës që Enoku pa, kërkon ose dije të përparuara, ose teknologji të përparuar. Çfarë thot ai? Pash element të diellit që fluturonin dhe që quheshin Feniks dhe Halkidra, në formë llave me bisht dhe me kokë krokodili. Pamja e tyre që e kuqe errët dhe ishin rreth 900 mera të gjatë. Krahët i kishin si engjëj dhe çdo njeri kishte 12. Ata ndihmonin diellin për të mbajtur nxehtësinë dhe funksiononin fik siç janë urdhëruar nga Zoti. Logjikisht parët janë stuhi diellore, kanë ngrohtësi, janë me bisht e tjera. Enoku flet edhe për 12 krah që kanë stuhi diellore, që në fakt janë gjë tjetër përveç se struktura e dritës ose elektromagnetizmi i shkallës 12. Këtu bëjnë pjesë 7 ngjyrat e dukshme të spektrit elektromagnetik. Ngjyra vjollc 400 deri në 420 nanometër, indigo 420 deri në 440, bluja 440 deri në 490, jeshilja 490 deri në 570, e verdha 470 deri në 585 nanometër, portokallia 585 deri në 620, e kuqja 620 deri në 780 nanometër. Gjithashtu, janë dhe 5 spektra të padukshëm të valve mikro, të rrezatimit të infrat kuq, UV, rrezet X, rrezet gamma dhe valet radio. Shumë interesant është fakti se teknologjia që kemi sot është e përbërë pikërisht nga këta 12 përbërës të dritës, sidomos 5 elementet e padukshëm. Nga mund ta dinte Enoku, një analfabet nga toka, për 12 përbërësit e dritës para 10 shekush, qofse nuk do të kishte thënë që njët e larta. Te puntatën tjetër, shihemi. Tung.